O me si u kom, do ju mësoj Lali sot diçka që mund ta bëni gjithë me fuqinë e mendjes. Është një superfuqi që e ka mendja. Po asnjëri nga ju nuk e di që mund ta bëni këtë gjë. Dhe ndërkohë që nuk e dini, po e bëni gjatë gjithë kohës. Keni dëgjuar për njerëzit që vujnë nga sindroma e personalitetit dyfisht ose të shumë fish, domethënë që kanë më tepër se një personalitet që jeton mendjen e tyre. Qofse keni pa filmin Fight Club, është shembulli perfekt, domethënë kjo ekziston në jetën e vërtetë. Tash është totalisht e mundur gjithashtu që këto persona të shkojnë të bëjnë ne krim, bëjnë diçka shumë të keqe, vrasin dikë, domethënë edhe kthehen në shtëpi, edhe ky që je tash nuk e mban mend fare atë që ke bë. Se ke bë ti, e ka bëj që jeton aty mrena, edhe ti s'ke memorie nga ai fare. Kjo është totalisht e mundur. Deri këtu mund ta dini, domethënë që ekziston kjo gjë. Po e dini ju që është e mundur që personaliteti tjetër të injorojë smundje që ke ti, edhe pse përdor të njëjtin trup, smundje si për shembull color blindness ose ca lloj alergjish që mund të ketë njeriu, si për shembull diabeti i tipit 1. Edhe pastaj sidomos këto gjëra që janë vetëm mendore, si për shembull demencia ose për shembull fobiat, fakti që ke frikë nga merimangat. Ai tipi injoron fare, edhe pse përdor të njëjtin trup dhe tru. Qofse mendon këtë gjë, me siguri bën totalisht sens për gjërat që janë jo fizike, për gjërat mendore, për shembull për fobia ndaj merimangave, që sapo ju thash, me siguri të shkaktohet nga një trauma, domethënë qofse e ke këtë gjë, ke qenë 1-2 vjeç, të ka hyrë merimang gojë, edhe tash ke fobi nga merimangat. Edhe me siguri mund zgjidhet nëse vret një merimang, shumë dhunshëm. Po nejse, e kupton? Kjo është diçka mendore, jo diçka fizike, domethënë është një trauma, është një fobi. Kështu që personaliteti tjetër mund të zgjedhë ta injorojë këtë gjë, edhe s'ka pse vun nga e njëjta gjë që vun ti. Por me sa duket u aplikoka në këtë listë, domethënë siç aplikohet fobia, u aplikoka diabeti tipi 1, edhe color blindness, edhe u aplikoka alergjia që ka lëkura jote edhe bëhet me puçra nga që prek gjona. Me sa duket edhe këto që kanë mendore, se për shembull diabeti tipi 2 shkaktohet nga shumë sheqer, që është diçka eksternale. Për shembull virusi ose kanceri është diçka eksternale. Ke marr pisliqe nga jashtë dhe i ke fut në trup. Virusi është një smundje që e ke marr nga jashtë dhe e ke fut në trup. Kjo është diçka fizike, nuk e injoron dot ai tipi tjetër, ai që shkon me vrarë rob kot. Kupton? Nuk e injoron dot, por diçka mendore, diçka elektromagnetike mund ta injoroj. Me sa duket shumica e smundjeve që kanë elektromagnetike, diabeti tipi 1 që ka diçka e injorueshme nga fuqia e mendjes. Qofse nuk mendoni akoma se jeni qenie elektromagnetike, si ka mundësi që kur të ndalos zemra ta bëjnë elektroshok, të zgjojnë me elektricitet, sepse përbëhesh nga elektriciteti pranaj. Çfarë po mundojmë ju thon Lali me këtë se ka shumë më tepër smundje se ç'mendoni ju që nuk kanë nevojë për trajtim, mund të trajtohen thjesht me fuqinë e mendjes. Nëse ti e stakon trurin që ta injorojë këtë smundje, qofse e bin trurin atë që ti nuk e ke këtë gjë, edhe nuk ke pse shqetësohesh për këtë gjë. Po pritur nuk e ke, sepse gjithçka e kontrollon truri. Qofse mund ta bëj personaliteti tjetër, mund ta bësh dhe ti, sepse të njëjtin tru keni. Për të kaluar tash te çështja kryesore, pse i shkaktohet njerëzve kjo gjë? Nga buron ky personaliteti tjetër, domethënë si ndodh kjo gjë? Siç sapo ju folë për fobiat, le të themi një 100% të rasteve shkaktohet nga traumat. Shkojni kërkojni domethënë pse i ndodhin dhe pse i ndodhin njerëzve këto gjëra. Do shohësh një person që është i sjellshëm dhe i butë, edhe i mirë nga natyra, që personaliteti tjetër që e merr trupin nga herë është gangster, edhe si ha qeni shkopin, e kuptoj, dhe i flet njerëzve me nerva. Pse shkaktu kjo gjë? Nga traumat, sepse i ka ndodhur diçka kur ka qenë i vogël edhe ka qenë i butë. Edhe në atë moment i ka thënë vetes nuk do e lë më kurrë të ndodhi këtë gjë. Kështu që shpik kët Robertin, që jeton brenda Minnesota, edhe ky është gangster, edhe kur të duhet nxjerr këtë. Kupton çfarë them? Kjo është arsye kryesore pse e kanë këtë gjë. Tashi, qofse truri jot mund ta bëj këtë gjë pa vullnetin tot, nuk mendo se mund ta bëj me vullnetin tot? Është truri jot, a kupton? Nga këtu tash mund dalim te çështja që ju të gjithë pa e bëni këtë gjë, mos e pa e bëni indirekt, mos e bë truri pa kontrollin tuaj, se keni idenë që pa e bëni, por pa e bëni gjatë gjithë kohës ama. Ke parasysh personi që je kur je në punë ti, personi që të njeh shefi ose mendon shefi që je ti në jetën reale, e kupton? Personi që sillet mirë me klientët, që vjen në orar, që nuk ankohet kur ja vonojnë rrogën. Më thuj gjozër, me ky person që je kur je në punë, a është i njëjti person me atë që je kur je në 2 natës vetëm të dhoma, edhe je me brek, edhe me njërin në dorë mban telefonin, me tjetrën i krun. Do doje ta shifte këtë person shefi? A janë i njëjti person këto dy zëmër? E kupton çfarë? Të dy ti janë. A është i njëjti person ky personi në 2 natës që për të me shku në banjo, me personin që ishte mëngjes kur shkove në palestër? Ke parasysh se ju ndodh ndonjëherë që nuk e kuptoni se si e keni bëu atë gjë mëngjes, se tash jeni në mood të trash, lazy, e kupton çfarë them, përtoni me shku deri në banjo. Por mëngjes nuk përtove me bë bench press. Ju ndodh ndonjëherë që keni instikte për shkakun me shmang diçka kur je me makinë, të del papritur diçka përpara, i qen përpara, edhe ti e shmang. Ju ka ndodhur ndonjëherë të jeni duke kënu gjatë kohës që ju ndodh kjo gjë, edhe instinkti merr trupin, domethënë eviton që jeni nuk përplasë, nuk ndalon ndonjëherë së kënduari fare. Thjesht ta bën qetë këtë gjë, je i qetë, as nuk je i stresuar fare. Në dark, kur e mendon këtë që sapo të ndodhi, domethënë këtë që të ndodhi mëngjes, ti nuk e kupton se si e ke këtë instinkt. Se nga tashi në gjendje për tac me shku deri në banjë, nuk mund të të fusim timon, të themi shko taj momenti i qenit dhe evitoj i qenin. Tashi e për tac,
Tash je njëri tjetër. Ju të gjithë po e bëni këtë gjë gjatë gjithë kohës. Ju nuk jeni një person. Pra që po unë më thon Lali është se të gjithë njerëzit e kësaj bote vujnë deri në informase nga sindroma e personalitetit shumë fisht. Thjesht ka ca njerëz që kanë ekstreme, nuk i pyet, domethënë thjesht merr kontrollin e trupit e shkon e bën ai vrasje. Ora, as ty nuk të pyet, e kupton se kur del qeni para syve, nuk të pyet instinkti atë futem ajo. Thjesht futet, merr trupin edhe ja kupton më, e kthesh prap normalitet pastaj. Puna është se nuk e keni as dy fisht. Fjala dy fisht nuk duhet ekzistojë, e keni të një 600-700 fisht. Personi që je kur pi drog me çunat, nuk je i njëjti person kur shkon me i rregullu bolierin mamit të shtëpia. Nuk je i njëjti person, është një ti tjetër sa herë që bë palestër, është një ti tjetër kur je te plazhi, është një ti tjetër kur i flet gocave, është një ti tjetër kur çosh mësim, një ti tjetër kur jep makinës, kur jep biçikletës. A kupton më, ke një 600 veta aty mrena. By the way, thjesht imagjino të bësh i libër për këtë gjë, më e shpjegoj njerëzve të tjerë, edhe për shkakun i ve emra atyre personave që jetojnë aty mrena, që mos t'i qush Genti që jep makinës, Genti që i flet gocave, Genti që tundohet me pi cigare. Tundimin mund ta quajmë për shkakun djalli. Edhe kur e lexojnë librin një 1000 vite më vonë mendojnë se djalli është eksternal dhe nuk është ky idioti më në menestati që thot pi duhan. Jo më zemra, është djalli. Po nejse, e kupto? Siç u thash, kjo është diçka që po e bëni gjithsesi edhe mund të mundoni ta merrni çik kontrollin, se po e bëni gjithsesi. Këtë po e bëni sa herë që shkonin palestër. Domethënë, isha përtac në shtëpi edhe hajt ku shkon palestër tash, nëse e binde veten, ke bë switch. Ke bë switch nga përtacit e jo përtaci. Kjo është diçka që e kanë gjithë boksierët. Nuk janë të njëjtit person kur janë para ndeshjes me gjatë ndeshjes. Gjatë ndeshjes ka mentalitet bishe. Nuk do humbon, nuk humb dotun. E kuptoj, ka shpik një person bën menes vet që nuk humb ndonjëherë. Fedor Emelianenko 101, fuqia e mendjes. Shpejtësi, un jam shpejtësi. Po jam mundu me ju a thon gjatë gjithë kohës, e kuptoj? Puna është se siç u thash po ndodh gjatë gjithë kohës, gjithsesi, mund mundosh ta marrësh çik kontrollin. Shpik dikë që nuk ka frikë me i fol femrave. Kupton? Nuk je Genti për momentin, je Roberti. Roberti është pinont, është pimp, nuk ka frikë fare, domethënë nuk ka ankth fare me i fol femrave, e ka automatike që i kap gjitha. Kur të vi momenti me i foli femër, thjesht bëj switch te Roberti. E kupton mos është e njëjta gjë me personin që jep makinës. Roberti është personi që jep makinës, nuk je ti. Nëse si e tu i dhon makinës tash ti s'e kupton se si eviton qenin kur e tu i dhon makinës. Më mbyll, nëse doni në mënyrë me stërvit këtë aftësi, që mos ta bëj vetëm truri jot, ta bësh vetë edhe ti, e kupton se mos e shërbej për ndonjë gjë. E para herë meditimi, gjë më e rëndësishme, ju sugjeroj diçka që quhet Kundalini Yoga. Thjesht provojeni, do kuptoni shumë që më herën e parë, kaq dimi u thon. Edhe e dyta, ju sugjeroj ta mendoni veten tuaj si Zoti i mendjes tate. Ti je Zoti i mendjes tate, therefore i realitetit tat. Se as above so below, ai sa ka brenda ai çka dhe jashtë, e kupton për nesër. Mos fut në gjëra të tilla. Ti je Zoti i mendjes tate, ti merr gjitha vendimet, gjithë këto të tjerët që jetojnë aty brenda, këto janë thjesht influenca, këto janë thjesht ëngjëj dhe demon, e kupton? Ke diçka këtu brenda që quhet tundimi ose Luciferi. Kur ti je tu punu, këtë thot hajt shkojmë pim duhan, se u trashëm, e kupton, e u ça hunë o shef. Qofse ndjek, ke ndjek tundimin e Luciferit me 100 palë thonjza, e kupton? Kur ti jeni një konfrontim me dikë, këtu brenda ke dy persona, njëri thot bieri, tjetri thot ki frikë se mund të ketë thik me vete, mos i bier. Vendimin e merr ti. Ti je Zoti i realitetit tat. E kupton çu them, kjo do të ndihmojë egër. Ai shihni më vonë.